Në gjykatën themelore në Prishtinë filloi procedura aprovave në gjykimin e 3 serbëve të akuzuar në rastin Banjska, Dušan Maksimović, Vladimir Tollić dhe Blagoje Spasojević, të cilët akuzohen për sulmin ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës dhe për terrorizëm. Sipas mbrojtëse dëshmitari i parë i prokurori foli për kontekstin e përgjithshëm dhe përshkroi ngjarjen e Banjës, por nuk u përmend fare të akuzuarit. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti padi ndaj 45 personave, përfshirë Milan Radojić, me dyshim se ata ishin pjesë e një grupi të armatosur që sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk dhe në shtator të vitit 2023. Pikërisht 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve, konstituimi i Kuvendit të Kosovës dështoi edhe në përpjekjen e 29. Kryesuesi Avni Dehari u kërkoi përsëri partive parlamentare të propozonin emra për pjesëtarët e komisionit për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, por propozimi ekzistues për përbërjen e komisionit nuk u vetua përsëri. Seanca e radhës do të mbahet me 11 qershor në orën 11. Seanca konstitutive u mbajt për herë të parë me 15 prill, por Kuvendi nuk u formua për shkak se lëvizja vetëvendosje nuk kishte vota të mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e ri të Kuvendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, bëri thirrje edhe një herë udhëheqësve të partive politike që të shqyrtojnë ofertën e tij për qeverinë e unitetit, sepse siç tha ai, situata aktuale kërkon veprim urgjente. Abdigjiku njoftoi se brenda një jave do të paraqesë një agjendë prej 15 pikësh për bashkëpunim konkret në qeverinë e unitetit. Në një postim në Facebook, ai theksoi se është i vetëdijshëm se Kosova ka nevojë për një opozitë, por se në këtë moment duhet më shumë një shumicë. 26 vjet më parë në Kumanovu nënshkrua marrëveshje ushtarako-teknike dhe i dha fund luftës 78 ditore midis NATO-s dhe Republikës Federale të atëhershme të Jugosllavisë. Negociatat filluan me 6 qershor në fshatin Blac, por shpejt u zhvendosën në aeroportin ushtarak pranë Kumanovës, ku të 3 ditët më vonë marrëveshja u nënshkruan nga generalet Svetozar Marjanović dhe Obraz Stevanović dhe generali britanik Michael Jackson. Pozitat e marrëveshjes u përfshin në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, e cila u miratua një ditë më vonë. Ushtria dhe policia jugoslave dhe një numër i madh i civilësh u larguan nga Kosova, në të cilën hyn forcat ndërkombëtare. Një nga pjesëmarrësit në negociatat në Kumanov, generali Branko Krga, tha për Kosova Online se përfitimi kryesor i marrëveshjes ushtarako-teknike ishte fundi i luftës dhe se edhe sot, pas 26 vitesh, komuniteti serb në Kosovë është në një pozicion shumë të vështirë dhe pa mbrojtje ndërkombëtare. Në një vlerësim të ngjajshëm ka edhe ministri i atëhershëm i punët e jashtme i Republikës Federale të Jugosllavisë, Zhivadin Jovanović, i cili thotë se marrëveshja e Kumanovës dhe rezoluta 1244 i dhanë fund luftës së parë në tokën europiane pas luftës së dytë botërore. Ish politikani i Kosovës Azem Vllasi beson se marrëveshja e Kumanovës ishte kapitullim për Serbinë dhe se një ditë çlirimi për shqiptarët. Ai thotë se regjimi i Slobodan Miloševićit krijoi një përqarje të thellë midis shqiptarëve dhe serbëve, pasojë të secilës serbët i ndjejnë edhe sot, dhe se gjëja më e rëndësishme është që të gjithë qytetarët në Kosovë të jenë të sigurt, të lirë dhe të barabartë para ligjit. Dje 2 burra me komsi serbe u ndaluan në Gazivot për shkak të fyrjeve verbale drejtuar pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Sipas Milan Đukić, kreu të operacioneve të policisë së Kosovës për Zubin Potok, oficerët e policisë vunë re se një person i dehur kishte rënë në tokë dhe u afruan për të parë se çfarë bëhej fjalë, dhe disa persona filluan t'i fynin. Burrat e ndaluar u gjobitën dhe u liruan, dhe Đukić thotë se akuzat se polici nxori armën ndaj një vajze të mitur nuk janë të vërteta. Ministria e Punës e Jashtme dhe Diasporës e Kosovës njoftoi se autoritetet serbe kanë ndeluar ish policin e Kosovës Arbnor Fatmir Spahiun, i cili po kthehej nga Austria me autobus në kufirin me Hungarinë, dhe se kanë informacionin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd për këtë rast.
Sipas Ministrisë, Pahiu ndodhet në qendrën e paraburgimit në Kanjish dhe sot në mëngjes është dërguar nga një gjyqtar për procedurë paraprake në gjykatën komunale në Kikind. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i freskët, ndërsa gjatë ditës do të jetë me diell dhe mesatarisht i ngrohtë. Nga mesi i ditës në rajonet lindore të Serbisë pritet një zhvillim më i fortë i vranësirave dhe shfaqja shirave lokale me bubullima. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore prej 25 deri në 30 gradë Celsius.